ka fëmijë dhe ka do me diskutu sa mësohet për këtë emblem në librat e shkollës. Unë që të me dojë, pse nuk mësohet shumë në për shkolla për historinë tonë? Për njojnë pjesa e turinjeve, pje generata shkollore, historinë ma tre tonën, a e njohen? A e njohen? Unë mund një dit një kolege jam tha, kolege tha fëmija jam, edhe shtu ajo rasisht ta këtu se më blendoj mu, ta fëmija jam nuk e din kush është Adem Jashari. Qysh se din kush është Adem Jashari? Ta po nas kena dasht me ngarku fëmin, qka kanë to, veç prej momentit kur kanë lindik nenaj. Po i thash, as ju kur vetë si kini shu në prekaz? Tha jo, po shkolla, ta po në shkollë, Adem Jashari dhe u që kënë, tha mësojnë vetëm në kuadrët naj projekte. Apo më kuptan? Ti sho që kishtë do? Kolege. Kolege. Ja, preshte kolege realitetin. Që nga sot, tu i falimderisht të knatësi, ndoha në rrugë tona, jo motër, jo. Po unë e thash, qysh është pretje... Aja qatë kafe kish pas të funit me mua, pretje tanë. Në tavolinë maja me mu, kur për ymer? Jo, që kjo është, dhe gjanë, kjo është problema i thellë, që është problemi asaj. A diskutojmë se sa për tabelën e shumë? Kjo është problema i thellë. Dhe kur i thëmë one, nëse fëmija jësë, nesër ka me shku, nesër, mas nesër mundët, që fëmi, po thu që i ka fëmi në shkëllqyshë, me shku me një shtet tjetër me prezentu dhe a din me fola e për historinë e venit vetë, jo mirë i tiva la do të mi qupë dhe na që sot e nesër kena me të pajqumë pre ka. Për mu ka jetë? Po, apo kuptan? Ka jetë, kuptan. Më thonë, kjo është shqetsuse. Pala vetit të lutëm se unë s'kam që më ndërpre. Apo ndërlidhemi prap të muhabeti jenë. Pa tu e thonë diçka shumë të rëndësishme. Në fillim, kur të këmë thonë që na nuk i kena dashtë. Nuk e kena dashtë ushtrinë qëllimtare. Me besa nuk e kena dashtë. Ma ke argumentu edhe me kitë fakt, zot një pa vedishëm ma argumentoj ma heret. Pa vedishëm e tha, qëta si reagova? Me ershiti, se që tash, me mujtë me këty emision edhe në herë, mjash po buzën ato se kishto për hymer, po i dollë. Dhe më thonë... Po unë si reagova me qëllim se e pashë, edhe kjo është ideja që na, nuk e kena dashtë. Ka pa qëllimin e kesh, do më jo. Jo, mërë. Ke automatikisht përgjigjen që kush mas shumë të se ka dashtë. Unë mendoj që një pjesë e komandantave të ushtrisë shqiptare nuk e dojnë edhe nuk e kanë dashtë ushtrinë shqiptare me vetë faktin. Ja, kjo është eron ne që. Jo, eron po që ta argumentoj. Me vetë faktin, kur aj krye komandanti Hashim Thaçi ka thonë që... E pse pi referohesh ai? është ofendus pak. Jeton tani i replikon, okej? Të ndëgjojmë që ka me ka thonë që e shumë ta, s'kemi pas ma shumë se 10.000, e shumë ta 14.000 ushtarë. E tash, preferojmë njëri, në anën tjetër, jenë dalë ofër 60.000 veteranë, kjo të regonë që ata që kanë listat si këmë bo unë, a si kanë bo këta që jenë konë jashtë radhëve, nuk i ka po LDK-ja. I kanë bo pikrish që ata komandon të zonoj. Ju gjithë se diku shumë për shamull, Hasan Preteni i ka këtë ushtarët e vetë, i ka nditar, i ka të shkrume dhe që ata i ka dërzuë, që ata që jenë konë. As një ma tepër. Po dikush e ka shkruë, i ka shtu numërën e ushtarëve. Po dhjetë ka shtu ata numërën e eshtë. Ai që ka shtu, kujna ka hu vlerën, nuk ja ka hu vlerën ati që s'ka lyftu. Kush pëthu që i ka shtu? Të ketë mundësi, tash me emna s'moj me thonë kush i ka shtu, sepse do të s'ku bojnë s'kikti. Jo, s'tash për emën konkret, adi pse, se se di se... Po nuk e di tash a i ka shtu Hashimi, Aramushja, aja tjetëri, dikush i ka shtu. Po dikush i ka shtu. Edhe aj që i ka shtu, nuk ka pos mundësi për shumë i shtu e dikush që s'ka qenë hish në luft. Po aj që u konë komandant zone, ose komandant brigadës, e tjera, i ka thonë filonë, konë në ushtarë. Edhe që kjo numër, kanë i kanë zhvlerëcu aj që ka rritë numërën. I ka zhvlerëcu pikër që ata ushtarët të vetë. Që ata ushtarët... Jam, falë. Jo, ka do me thonë që nuk ja u qmonë kontributin e që atyne... Jo, edhe Negji nuk pajtohet me këto qka o ka thët. Jo, pajtohet. Jo, edhe vetë Negji s'pajtohet. O, mirë. Sepse Negji, për shamull, ka jetu në një lagjët të caktume në Mitrovic. E që Mitrovica si komunë nuk u kanë shumë komunë e madhe dhe Negji ka qenë njëre autoritativ dhe e ka njovë gjithë. Negji vetë e din sa ushtarën kanë Mitrovic. Ti më nëshme shkru sa dush, po ushtarët e pavërtet, para neve që jemi kanë këto, që s'jemi ikë me
kemi kule në Gostivar, ata nuk guxojnë me thonë që jena konë ushtarë. Dhe më thonë, unë e mëj më të folë ty, për disa fshatra në komunën në Kosovës, që bie fjalla Harilac, Slatin, Hens, Bardhi Madh, Bardhi Vogël, unë e di sakt sa ushtarin kanë, sakt ngishta. Apo më kuptën, tash që ata të pa vërtetit, ata është e vërtet që kanë bo dalavere, ju kanë dhonë njerëzve mito, kanë bo loj allëzhverishi për me i. Por që, në fund të fundit, në atë epitafin ku shkruhen senet, emnin aty në dynjon mja dho, aty nuk mujnë me shti. Qka mujnë me bo ata? Mujnë me vjedh, Për përfitime kam bonur. na i rogë, por që e din që kanë përtjetu me mare. Amo, na që këna jetu, na e dim sa. Kush, po nuk mujna mja vënu kush u gishtin. pyt ka një ke pos ushtar, përveç se komandant. Aja ka qenë hierarki nështë, e din. Po, Dhe më thonë, zëvendës komandanti. Disa, pe aty nëse s'po thamë të gjithë. është një akt akus që po zhvillohet Po, për të sene, për ato të komisionit. Mira, ajo akt akus Ato janë procedura mas nej. Me ditë, Hasania, Hysenia, Që ata dhe, Filona, një proces Fisteko. duke Me orë ma hollë tonë e më të vetë, ka i kalëzën kërë që janë... Po, problemi është, Po nuk problemi kuptoj është se ka pas shumë për neve, Se a di pse ka pas. Për neve që e njerëzit që janë numri- kanë luftë janë dalë veteran të rajshëm. Apo kupton, njerëzit që e kanë prej fillimit dhe deri në fund luftë, që i njohën personalisht që i kumë po në zonat luftës, kanë dalë veteran të rajshëm. Di para me no. E ata që s'janë kanë luftë, që janë dalë veteran. Dhe më thonë, për që ata londa, në të drejtë Për me gjatë procesit, na nuk duhet jemi të arsyeshëm edhe të theme ato që ne e dimë dhe që besojmë që është e vërtet. Për shembull, shokja jemi me emër mbi emër Fadil Veseli, ushtar në Koshare, i plagosun, do më thonë në rënë, që 4-5 herë i refuzohet e drejta e invaliditetit. Do më thonë a i s'ka konkuru me kohë, kur ka konkuru krejt, dhe që 4-5 herë komisioni është një komision banditesk, aty janë do bandita, që njënën pe i herave kanë vetë, a din më në kalëzu që është me konë në frëndë. Pytja që ja ka bo, Si pyetje buen? ja ka bo ushtarit të që kësë, që e ka la me gjak, Kosharen, e ki për E aty që besoj që ka prova që ka qenë aty. Jo, më jam plagët janë prova. Përveç plagës po flasë. provat jem plagët, jem Përveç komandant. plagës, se plaga ka Që njerë... 4-5 herë që sorollatin edhe nuk ja dhonë të drejten që e ka fitu me gjak. E ku faje këtu jeton? Normalisht që është faji të njerëz që kanë keq përduru me të drejten që ju ka dhonë nga njerëzit e USHK-s për me bo verifikimin e këtyne njerëz. Po veç Nga nga cilat radhë janë që ta kesh rrogën përduru. tjetër mos me marë. Po, kjo është i pa drejtësi. Kjo është absurd dhe jeton. Nëse merë një Ja, e një të folë 3 herë për të besë. gjeve që paketonin, Kjo shumë është E ka hap absurd një temë të rëndësishme. Paramenë ja u kanë bohe, nëse punën e hub atë farë penzion veteran që është absurditet i llojit vetë. nuk i drejt mi marë dy pagesa, ose Kjo pensionin është absurditet dhe ata veteranit? njerëz që ju kanë luftë me ta, ata kanë bërë ligj. Veteranet, a invalidet Invalidet e morë, e i lejohet. I lejohet I lejohet invalidet. Po, veç veteranet. Veteranet nuk i lejohet me bo punën e Jo, veteranët fjalë, unë po, jo, ushtarët të që veteranët luftës, nëse punon dikon së ne merë. jetan, te apo më dëgjan, dallon kategorizimi, veteran dhe invalid dallon. Veteran ju ndalohet të drejta me bo punë të dytë në qofë se ti e merë pensionet. Ja dëgjam, se që duhet ta me bu kuptash. që ta? Dhe për invalidet nuk i ndalohet pensioni në qofë se aj e zhvillon një punë të dytë.